Përshëndetje të nderuar dhe mirë se erdhët në Menderjush. Njerëzit po shkojnë në hën. E morë vesh, njerëzit po shkojnë në hën. Prapa diellit, kur thotë mamaja ime. Po shkojnë njerëzit në hën se këtu është bërë mut. E ke parë çfarë po bën Trumpi? Është kështu, do t'u shuajmë si qytetërim. Jo, s'do t'u shuaj. Do t'u shuajmë si qytetërim. Jo, nuk do t'u shuaj. Kemi prap paqe me Iranin dhe prap sapo përfundoi paqja dje. Dje sot kur përfundoi paqja se u tha do bëhet kështu, u pranuar erdhi Irani si Mojsiu me 10 urdhëresat. Edhe thanë, do t'i marrësh këto dhe me sa duket Trumpi nuk ka pranuar dhe njerëzit po ikin direkt në hën. E pe misionin për në hën? Pash disa foto, me thënë të drejtën, edhe po më dilnin, kështu thonin, get ready with me për të shkuar në hën. Jemi në kora të kështu, shikoni qa po ham. E pa ata që ishte dieta e atyre, qa po hanin. Sa ushtrime fizike, me thënë, ata bëjnë ushtrime fizike në hën. Ti prap nuk qohesh dot nga krevati të bësh. Unë me lëndzën e birrës këtu. U doli edhe ajo, çka kishte u doli një çoko krem atyre atje astronautëve. Gjitha këto gjëra që po hanin. Imagjino po të dilte edhe tona një moment. Do kishin shpëtuar. E vërtet. Do ishte më mirë. Po kështu për Amerikan sa do tona? Ikni në ja. Shko, ti je smur pa kjo të ngrenë këmbë. Proteinë duhet. Po misioni u quhet misioni Artemis. Prandaj ishte kështu se është emër gruaje. Artemisa është motra binjake e Apollos. Po e di nga kjo mitologjia, nga që misioni i parë ishte i quajtur Apollo dhe Artemisa është motra e vet. Edhe kishim edhe një grua këtë herë aty. Sa ata janë bërë gati të iknin dhe ajo ishte po mua. Ka thënë po mirë mëse nuk është se do zbresin. Po kur do zbrisin atëherë më merrni edhe mua. Edhe morën edhe atë gruan me vetë. Pse nuk e marrin dhe atë? Sa morën, nuk e di. Dhe prandaj nuk zbritën. A di që nuk zbritën? Ti është e pang dhe duket që është një gjë me gratë, mos e gratë të çojnë deri në hën edhe nuk zbresin pastaj. Ti që je po jam ma shikoj hënën atë ulemi, vetëm ulu pak të lutem. Më e bukur kjo se sa të çojnë te burimi dhe strapin ujë. Të çojnë deri në hën edhe për seksin e kishim të gjithën. Duke dia u kuptua, po që u kuptua? Ore po kush gatuante atë, ajo gruaja gatuante? Jacqueline Legatari e di që ma ke vënë syrin. Edhe unë ta kam vënë syrin. Kanë çmesh. Nuk mendoj që ja keni vënë për të njëjtat arsye njëri tjetrit. Si tha Niko Piperi e mirë është ajo e zgjuar tha po si pirate me ato tatuazhet. Edhe ajo glistra 37 kg, Jacqueline me ato Legatari. Është ka fuqi, pavarësisht nuk e pëlqejnë shumica. Është e fuqishme edhe ajo. Ka psikologji të fortë. Është objektive. Pavarësisht nuk më pëlqejnë tatuazhet, ato janë piratët dhe Po, shka, unë jam i sigurt që nuk gatuante ajo grua që mos bëhem mizogjen, po jam i sigurt që ajo lante enët. Ajo i lante enët. Edhe në hën. Edhe në hën, me thënë, jemi të destinuara. Po, kishin Electromagic edhe ata. Prandaj kishin aq të mira. E kupton kur ka shkuar Hagen. Deri në hën. Shqyr, se tjetë më mirë. Në fakt, po të kishin patur, s'do t'i lante ajo. Me dorë shkreta. S'merre ma. Jam shumë e lumtur që Hagen ekziston, se tjetë për ju burrat me dorë, gjithë jetën enët. Po kush na lini t'ulemi në hën? Çfarë do bëjmë? Ti di lashen? Po. Je fiks për në hën. Por unë e marr Hagen, kur ti ke po, e di kush nuk e beson që kemi përveç shumë njerëzve, domethënë, po Alfred Çako. Alfred Çako doli edhe tha, Çako, si e ka ai? Alfred Çako, ndjes Alfred Çako tha, ana është një hologram. Si Ledion Liço. Që domethënë është shpike nga izraelitët dhe Ledionin. E pe Ledionin në hologram. Ana është hologram, sa bubmensi kronis ajo, ata ikën nga ana tjetër me parashytë. Me parashytë, shyta nuk e në ato dhitë, që në ato parashytë, tha... Djova pas ta shytë. Po, shqiptarët janë natyra shumë mos besuesore, ja, shikoj edhe këtu. Nexhi është e vetme që ka detyruar NASA t'i kthej përgjigje. Është detyruar NASA që t'i kthej përgjigje Nexhit. Nexhi Krasniqi. Nexhi zemër, kudo që t'je faleminderit që e bëre NASA-n. Ua, imagjino sa mos besuese. Duhet ditë nga Kosova, shqiptarët e Kosovës, ata janë kështu, Photoshop bre, ata si besojnë asgjë. Tash Nexhi të paktën ti shkoj në njënit që ka dëshirë të kthejë ishi përgjigje. Nexhi ka bërë dhe NASA-n të kthej, mund të bëj dhe ishin tuaj.
Nexhi të qonë në hënë, e Nexhi kështu det. Do na shkruaj djalin Nexhi tani, keq fare. Po është bërë keq situata, me ja shikoj vetë ti e sëmur, më ka ardhur e sëmur, thotë që më rënd pika dhe unë prandaj kam vendosur të të bëj një dhuratë. Mua? Po. Vëmendje këtu. Një domate. A e di sa shtetë ka shkuar domatja? Domatja ka sa të vdesur. Domatja ka arritur çmimin më të shtrenjtë që ka patur ndonjëherë në historia, 4.000 lekë, 4.500 lekë. Kilja? Po më, jo grami. Kilja. Është bërë kështu, do propozoj njerëzit me domate tani. Ore, unë do ta mbjell këtë. Mba, është farë vendi. Nuk kam 4.000. Domate do veja shtresa, do filloj do shitet shumë, do thotë edi që domatet mirë ka futur filani aty te cepi. Do bëhet shumë mall në zip. Do të bëhet për kasaforta, do të arrisin kasaforta. Atë duhet të arritësh kasaforta, do ta vjedh. Do ta ruaj. A do t'ikim në hënë? Jo. Se ta prisha në vrasë. E shikon që për domate atë. Qura. S'ka më makina e gjëra, kështu një domate edhe mjafton. Mi që e rëzdova, mund të jap një udhëtim në hënë. Do ulemi apo? Ta shohim si do shkoj deri atje. Po kështu i tha edhe ajo, pra të shohim deri atje edhe lesh të ulëm, varet leshin. Unë them të kursejmë sa më shumë domate, që të bëjmë lek, se kod robë shesin drogë, shesim domate, kursejmë ai lek, që t'ikim ta shohim në Nexhi hënë me sy. Hënë me sy. Tani do bëjnë ato muhabete, disa domate ka ai. E di çaj bë domate. Domate, te shtëpia tyre ka domate, po duket ai gjithmonë. Po dalmi njërin dhe kur shkova te shtëpia, pash kishte shumë domate. Fale me Që çfarë? do dalë verë tjetër. Fale me çfarë merr. Fale me çfarë merret ai? Sa domate duhet ketë një çun që të jeti pranueshëm? 2 pojer. Këto janë të panegociueshme. Aq të vogla duhet i ketë? Të panegociueshme është asia. Se po shkoj ta marri çik. Se është lënë aty. Pastaj sa më shumë të ketë në sasi, i bie që me ritmet, në këto ritme i bie që është mirë. Duhet të jetë pak më të mëdha besoj. Po. E po më vjen keq. Po, nëse ka disa si ato, është më okej, se sa të ketë për shembull vetëm atë. Po ta thë, do bën muhabete shumë. Ai rrit e kodre diellit ka domaten. Po vlla, po dole në blog duhet të nxjerrësh domaten, nuk ke. Nuk do thot më njeri, ai ka G-klas më, ai bën lek. Por e le G-klasin, e pete bagazh që kishte fund arka me domate. Durët me kallor, e se mbledh. E ti. Po unë kam nga gjithë tjetër. Imagjino s'kosh në ai serë me domate. Do shkoj, do vjedh në një serë. Unë dua t'jem si ai filmi American Beauty. A që i bien ato trëndafilat, i bien Po do jem me domate. domate, unë në mes, edhe gjithë domatet. Ua, mund ta bësh një photoshoot ashtu? Me domate? Po, s'na i shiste pjesën ajo, nëse. Të ta bëj me AI, ta vendos. Shpresojmë. Melis, duke i kërkuar gjëra Melis është pa mundura. Melis më bëj të bukur, më virë dhe dhëmbë. Me gjë një burr që ka shumë domate. Të komentuar njëri, po i ko bëj dhëmbë ti pastaj fol, po s'do se bukuria ime është ajo që shesë këtë emision në fakt. Ja, ku e keni për dhëmbë për nur. Mjet luksi domatja. Jo është rritur nafta, jo po ka patur kështu nga këto gjëra dhe domatja është ja 4.000 lekë, specat, të gjitha këto, edhe tani këta, edhe kur të bën këto këngët, këta repera do fillojnë do flasin për domate. Do të jetën domatet, ato strip clubët. Ore, ke pa ato video që dalin reelsa në Instagram me kokë domate? Që bëhen qift, nuk kanë dalë kur? I di ato po që pastaj e trathonte me i patoxhan. Prandaj është rritshme. Prandaj është rritshmimi i domates, është bëj famshme. Nga që bëjnë seks. Po. Nga që shkojnë në hënë, ulen ato në hënë. Ulen në hënë. Domatet janë të poshtra shumë. Janë të ndyra. Shumë seksual u bëhe gjithë kjo, se kemi edhe i të ftuar artist më vonë. Falë, kërkoj ndjes. Se ati vetë muhabet me seks do t'i bëj.
E kam Po vendosur. mos i thoni gjë. Nëse unë doja të kaloj çik të artistët edhe domatet, prandaj ta hodha atë me kështu për këto tekstet e këngëve. Se po shikoja një kështu që thoshte formula, se s'po e gjeja të memen tani, nuk e gjetëm dot atë. Formula e këtyre këngëve edhe ishte kështu meksikana, kolumbiana, kokaina, pina dytima, nuk e di nga këto gjë, ishte çdo këngë formohej me këtë. Kjo ishte formula rimës. E bëra dhe unë me rim. Shërreperi keqam edhe unë. Me Liza më kanë dhënë disa tekste këngësh, të cilat ne do t'i zbërthejmë, janë shumë të thella. Hajde. Një moment. Kjo është Dafina Zeqiri apo jo? Nuk kam unë frym, oksigjeni mu ka botym, e zemra po thërret 112, pulsin e emergjencë veç për ty. Është këngë me spital, si ti që e smur. Oh, ti ma, ma the që s'ki mura, ki hin gjyna, s'dia jetu e pa. Klase 2. Nuk e di, mos e mora vesh për çfarë ishte kjo, nuk kam frym, pulsi, është me dashuri, okay. Kalojmë te i tjetër atëherë. Kjo është Ronela Hayati. Ronela e njohim. E qa tani m'kelon ti mu, zebe mami se jam dru, hajde këtu tani o beb, ma jem në ajër si raket. Për çfarë e ka në ajër? Paktën nuk është raket, kështu, raket për impotencë, si ai lajmi Friendly Fire-it, që bën me Me Iranin. raket. Jo, kjo është raket që ulet në hënë. Kjo raketa që ja del. Shiko se teksti bëhet më interesant. Hajde. Qa më ka gjetur me Lisa, faleminderit shumë, se ku i ka gjetur këto. Edhe m'han edhe m'djek. Kjo është prej popullore. Mashallah. Shiko. Është fiks për të përmendur emrin e pas edhe m'ha edhe me dik dhe pastaj fut një Deka Kate. Jo të këtu Deka Kate. Deka Kate. Shumë i madh, po duket trup, po ma i vogël është se mu. Tani po përshkruan atë çunin, është trup vogël. Po duket shumë i madh. E kupton se është metaforë? Po. Era i strefi. E ke qef, ë? Po nuk po themi për ta. Jo, është art, tekstet e erë. Të pëlqejnë? Po. Pëlqejnë shumë edhe mua, vdes, ja dëgjohet. Kësi kiti. Kiti. Ti kur nuk e pas. E din si jam pick. E di si jam pik me një... pik. E di si jam pik me 1 në 1 milion, e dim. Pik. Nuk jam 1 në 1 milion të zgjedhësh, okej. Manin, paran. E njeki, jo nuk e kom faze. E di kur m'pa ai deki ju ka tek me m'pase. Po shumë poetike. Ju ka tek... Unë humba, ishte shqipe. M'pase. Qa të merëm? I dëgjon ti këto muzikë? Qa muzikë e dëgjon ti? Qarë të zi, jo këto. Imaginon të vina alienët, për shembull ne, edhe të thënë, të vina pushtojnë, edhe të thënë, vejnë e kufjet, edhe të rëmbejnë e rejstrefit. Edhe të nga dëgjën se qa dëgjën dhe thënë, kësleje, se mirë janë, kanë Besoj ka ndodhur. Pe ke parë që gjithmonë shkojnë në Amerika dhe? Po që do në Amerika, ka më këshurinja dhe me ilaçe, po rojnë. Ikin me parashyta. Do i tekst tjetër këngë? Hajde. No, jo, s'ka. Do kalojmë direkt me Friendly Fire tani, s'ka më. Kushtetuesja vendos që ish presidenti Ilir Meta të mbetet në burg. Të paktën deri vitin tjetër ku mund të bëhet opinionist në Big Brother. Shikoj, ose ta marri ferma nga inati. Sa bukur do ishte. Ose të përputhen, imagjino. Po jo, po konkurrent. Nuk e gjetur zonjën e ditë radhës. Kryeministri Edi Rama është shprehur se beson në ditën e gjykimit. Edhe ne besojmë në ditën e gjykimit. Tënd. Shpresoj. Mos e s'ka bërgje, për çfarë do ta gjykojnë sikur s'ka bërë Edi Rama? Soni Malaj përplaset me Jonida Maliqin. Mos jemi këtu gjë në kohë, ku jemi 2006-ën? Ka kjo përplasje? Soni Malaj këto emra. Më merr. Faleminderit ferma që na rikhthe në kohë. Një tjetër lajm tepër serioz. Vendi më i mirë për të pirë verë në Shqipëri është Evena. Pëlqeu e bëra si herën e shkuar si lajm. Po në fakt nuk po gënjeja, prandaj është lajm, se në lajme nuk duhet gënjesh kurrë. Gëzuar. Pas kësaj ikem atje. Unë them ikem në hënë.
Unë themi venës që të hapi një lokal në Hënë. Vena lunar. Shumë lunare gjithë ky pjesë. Lejere ana nuk ekziston as hologram. Ishte i shkurtër ky Friendly Fire, po nuk ishte potent. Më pëlqen, ishte dhe shumë friendly. Aq potent ishte sa që unë kam nevojë të largohem pak. S'të mban më fshikta? Ore jam me elektrolite, me ilaçe, kam pak nevojë për hapësirë. Ik edhe të pres. Prit më. Të pres. Me domate. Ik se do kemi gjëra interesante për të bërë këtu pak më vonë, por që ti merrni vesh këto duhet të bëni subscribe në kanalin e Andale. Bëni follow e këto gjërat, po sini akoma Instagram, TikTok. Kemi TikTok ne? Kemi TikTok, kemi zjarr fare, bëjnë të gjitha. Po subscribe mos harroni. Mirë, tani do rikthehemi tek i ftuari, por po e mirëpres vetëm sot, pasi Megli më tha do ikte në banjë dhe iku në Barcelonë. Zonja dhe zotrinj, sot është me mua një thesar, një violinist, një virtuoz, Olen Cezari. Mirë se merë. Olen, mirë se merë. Si e pret thesare, në gjithë. Tani s'kemi edhe një vajzë, se unë zakonisht e emisionin e bëj me një vajzë bukuroshe e cila mu largua, një patriote ajote nga Durrësi. Po më mirë tek e tek. Më mirë tek e tek. E kalojmë tovën kështu pa tek Me fare. ishim të vajzat si, ke marrëdhëniet me vajzat. Josh violina? Është kështu instrument hot? Nuk besoj se ka Joshen violinë, e ka gishti. Kur ecën shpejt, Aha, më thuaj më shumë? jo ka ishte. Po, qoj, mirë, është Josh, se për shembull po ti bie klarinetës, klarineta nuk mund të thuash ndonjëherë, e shikoj që këtu. Është pak më se violina është. Klarinet, më thonë, qofse është në një instrumentiste që i bën flautës e klarinetës, ndryshon çështja. Po pra duhet klarineta i përket grave, frymorët në përgjithësi i përkasin grave, thëmë. Po varet. E bëm mizogjinë e fare në këtë shko, që të qetësohemi pak ne, më lejo dhe të ofroj gotë verë. Hajde. Hajde, gëzuar mirë se më erdhe. Faleminderit që erdhe në emisionin tim modest. Kanajsi. Jam i emocionuar. Nuk është kaq modest se flasin mirë njerëzit për këtë gjë. Kështu që unë s'kam idenë tani ku do na çosh, po e filloj me frymoret. Nuk e mirë, kthehemi te Jo, vazhdojmë. Jo, kthehemi te violina. E ke marrë ndonjëherë violinën në një takim? Ti ke shtë ndonjëherë të gjetë çka kam këtu në mes të darkës. Se ke marrë? E mbaj shumë larg këtyre gjërave muzikën. Për momentin e evitoj sepse e kam nga mesi deri ndark violinën me vete. Përveç se këtu nuk e mori. Këtu nuk e marr se thash shkoj herë pa violinë. A do më nga që ka që i vetë shanti jam? Por po, ka kërkuar në njëra t'i bjesh violinës gjatë seksit për shembull. Imagjino, aty. Jo, s'ma ka kërkuar njëri, por ka bërë vaki. I ke rënë vetë? Unë isha aty rënë, sa për atë punë. Performancë brenda performancës. Si ishe për performancë, por ka bërë vaki. S'ka bërë vaki, vetëm një herë. Po imagjinoj tani. Si më s'është ajo Megli më po më mbet perla ajo. Se pas seksit jam i sigurt. Shumë ka qenë. Do të thënë ky është fillimi. Imagjino se çfarë po vjen pastaj. Fundi. Çeka, do të thënë me drita të kuqe ky programi zot. Është plus 18. Kush t'i gjen telat në jetë? Kush është pika e dobët në zemrën tënde? Nuk e di kush më gjen telat. Për momentin s'më gjen njëri telat. Më gjej vet. Gjej vetëm? Po performon vetë për momentin. Po i gjej vet telat për zotin. Edhe unë. Ja. Na herë kputet me njëri, ndroj, rregulloj, po. Hajmo. Po prap me dorë. Me të dyja. Më dole fiks. Ha. Ka ndihesh ndonjëherë i vetmuar? Të kesh mbaruar nga këto shfaqjet e tua me sukses, me Nëse ovacione. vetmi do të thosh që më në fund jam për hesab tim, mezi e presa të lloj vetmie. Okej, është vetmi që shijon, them nga kjo që mbaron edhe ndihesh pak bosh. Oh no. Mezi pres të jam çik bosh. Se jam aq shumë plot sa që mezi e pres momentin e boshit. Ne kuptoj. Kur vjen ai momenti që marr ato barkën time të vockël me vela, ne jam bath me zdetit, ai është momenti më i bukur që ekziston. Do të pyes për atë situation, si e ka varka? Situation. E di, unë jam fan si madh. Madje të kam ndjekur, unë kam qenë me gomone të vogël. Pasojat e suksesit. Çfarë të ka kushtuar suksesi në një gjë tjetër? Ka lënë pa martu. Ka lënë pa bo kalamaj. S'po gjen dot nuse. Po s'është problemi se zgjedh dot nuse, nusën e gjejëm, po problemi është se nuset nuk më gjejnë mua.
Pse jetë e varka. Jam gjithmonë aq vërtetallë për botë sa e kanë të vështirë ato ta mbajnë ritmin. Besoj çdo kush do ta kishte çik të vështirë. E po, kjo është realiteti për momentin. Derisa të mërzitem. Kur të mërzitem pastaj, marrë unë punën. Po ke ndërmend që një moment të settle down, siç e thon amerikanët. Se di, nuk e di. Për momentin, Nuk do fare më duket kot, po e shijon shumë. Po nuk është problem shijimi, kam shumë interes, jam shumë kurioz, kupton, Edhe në seks? po prapë ta pyet del, duroj se kom. Tash jam shumë kurioz sepse jeta që bëj më ka bërë të udhtoj shumë, edhe sa më shumë të udhtosh, aq më shumë të hyn kurioziteti me pa vende, me kuptu njerëz, me kuptu gjëra. Çfarë vendi të ka ngelur pa shkuar? Deri tash jam në 111 shtete. Ka 210. Kush kam shumë ti apo Blendi Fevziu? Po Blendi ka. Blendi, sa merr njëri aty. Po unë as duhet ja marr, ai është tu bë atë eksperiencën e vet, më bëj tim. Ai është burr me 2 orë njëherë, askush nuk është burr me 2 orë. Është i madh. S'ke, nuk mban orë? Jo, mbaj një iWatch. Ora, mba gjatë seksit, prapa atje dalun. Ore, sa kohë që s'bën punë. Ikem. A mund t'i bëjmë një thirrje grua si me... Një sekond, hapi çik dorën? Pas ke me kallo, vlla. E kam e vërtet me kallo. Klas punëtore, nëse mos mbaj orë se ku si fut duart. Thirrje gruas bëja vetë, më çdo thuj. Grua maestro Olen Cezari po të bën thirrje. Jo, burri po bën thirrje. Ma hiq kallën, ke dora djathtë. Do të bëj një mit apo e vërtet? Unë do të them disa fjali që thuhen, e ti do më thuash është mit apo e vërtet. Okej. Artistët e mëdhenj janë të palumtur. Mit. Artistët më të mirë janë njerëz të këqinj. Mit. Duhet t'jesh pak i rrëshqitur, t'jesh i madh. Mund t'jetë e vërtet. Si ndihesh? Gjysmë i rrëshqitur. Unë mendoj që duhet është në mes, se edhe unë mirë jam. Duket se. S'duhesh keq. Ne. Artistë gëzuar edhe herë. Hajde. Se kur të marrë... Prita me shumë seks edhe ku ashtu. Kur të marrë gota do shahemi. Ure, ne fillojmë që tani, po ti ke marrë bodyguard me vete. Po unë qarkulloj gjithmonë me bodyguard me vete. Po të pashje me Salsano, ai është më... Ai është akoma më bodyguard. Suksesi zmadhohet, shpirti i artistit zvoglohet. Kjo mund të jetë vërtet. Se sa më shumë sukses të kesh, aq më shumë jeta jote private shkon për shele, për... Kështu që kjo mund të jetë vërtet. A ndihesh akoma nervoz para se të dalësh në skenë? Në skenat ku unë prodhoj koncertin, që është Tirana dhe Roma, aty ka një çik nervozitet, po është e lidhur me faktin që t'i bijnë gjithë telefonet sepse duan gjithë bileta. Se kur jam unë bileta xhiu. Çfarë thot? Të thon ty për biletat? Po tjetër. Ora, me çfarë fjala doja unë aty. E di. Vëza unë kam tjetër siklet, unë gjithmonë para nuk e di si mund ta heq, ndoshta duhet ta dua dhe unë kaq shumë mua. Po ty çat siklet banjë, harron çfarë do thosh? Jo, po kam kështu, më duket sikur do shkoj në banjë gjithkohës. Hilja është bëj një introduction përpara. Domethënë mos u fut direkt me temë. Futën në një introduction që pastaj të futesh brenda. E bëj, mundojmë ta kaloj sikletin te publiku zakonisht. Aty është hilja. Te 2 milionë që më janë dredhur leqet. Që qenë para 2 milionë njerëzve? Por unë performoj para 250. Jo kështu. Unë po them, më ka bërë vaki, aty nuk disha nga të shikoja përpara. Ka qenë era parë që më ka bërë vaki një gjë e tillë. Në çfarë vendi? Po ishte një event që bëhesh për Papa Gjon Palin e dytë, që organizohen në Bologna. Kishte ardhur Bob Dylan e Michel Petrucciani, kishte një gjë gjigante. Nuk i besoja syve kur praktikisht ishte një lum i pambaruar njerëzish, ishin 2 milionë persona. Çfarë thua? Ishte edhe Papa? Papa ishte në skenë. Ishte Papa në skenë? 5 metra larg meje. Edhe unë majtas kisha papën, djatës kisha një, nuk e dija, 50-70 shu kryeministra shtetësh botëror dhe përballë kisha një 2 milionë persona dhe unë gecë atu pak gishta dhe violinës dhe nuk doja të shikoja me asnjë vend. Era parë që më ka bërë vakin gjithë jetën. Çfarë thua? Por ai folja Papës? Ka qenë shumë gallat sepse Papa është gallat. Bob Dylan ju hudh te këmba. Jo, gallatën e bëri Bob Dylan se ju hudh kështu sikur pa ne perëndi. Kurse kur erdhi ke ne, që salutoi Lushu dalë i dha 5 që hajde, e kapje për çfarë ka kishte shok ngusht. Unë udhtova fare. Po ti çfarë bëre? Ti për ta te kaluar kafshoj, më të kafshoj Papën, man. Në di një shqiptar kafshon Papën, Olen Cezari kafshon Papën, do ishte lajmi që unë do kënaqesha më shumë po ta. Unë thash faleminderit për atë që ke bërë për komunizmin, ai praktikisht rrëzoi komunizmin. Jo, më rrëzoi ai, Saliberi. Ja, as ai rrëzoi. Rrëzuan studentët.
ka qenë një moment serios, sepse nga një anë kisha një nga kokat botërore të muzikës dhe të poezisë që ju hudh këtë këmbë. Ai është perëndi për mua, Bob Dylan. Ishte shumë, unë kisha shok të birin, kupton? Të Bob Dylanit? Po, Jacob, vinte gjithmonë ke lokali, jo, bëshin performoshin. Durrëse? Jo, në Rom. Që Durrës. Çfarë thua? Kam jetu në Durrës deri në 15 vjeç, pastaj kam jetu gjithë jetën në Rom. Po mirë se Megli jeton gjithkohë në Durrës, se s'ka më gjë. Edhe çash shef nëpër filma, nëpër dokumentare, Bob Dylan e konsideron si një super serios. Dhe është serios. Edhe ky filmi i fundit ashtu ishte i portretizuar. Ishte super serios, edhe në një farë momenti, domethënë, ta shohësh që ai domethënë ishte në atë farë adhurimi për papën se imagjinoj ato. Ka qenë religjioz që nga Bob Dylani? Se di për çfarë motivi ishte ajo, po kjo ishte skena, kupton? Nga nganjëherë kishte Bob Dylan që i hudhesh ke këmba, kupton? Edhe nga ana tjetër Luçi jepte pesën. Hajde, ç'kemi? E sigurisht kisha shok ngushtë. Ore, se ti je njëri që të pëlqen e qeshura, se dhe rrethohesh nga komedian kur vjen këtu në Shqipëri. Ka njerëz të humorit, nga Ermali e këta. Po muzikanti që të bën më shumë për të qeshur kush është? Në kuptimin që më pëlqen, më bën të qesh nga lumturia, kuptim. Edhe njëri që të bën të qeshur nga lumturia, ai thua, çka karizmatik është ai. Edhe njëri që është aq keq sa të bën për të qeshur. Po, këtë dytin besoj se e njoh akoma. E njeh pas do ta thuash, s'më jep asgjë, s'do të ma shes. Do të bësh ndonjë gjë, nuk Ku do ta shes? Violin nuk solle. Në histori u di unë, të çmendur seksuale nuk më the. Se kështu të kam pyetur të tërë. Do një histori të çmendur seksuale. Po, të lutem. Atëherë, çmenduri seksuale më ka bova një herë kur kam qenë i vogël. Përfundova në New York, edhe me të dashurën e epokës atëherë, ku do ikim, thuan gjitha. Dhe ishim vërtallë nëpër New York dhe ajo kishte një shokun e vet që më jepte limuzinat me qira. Edhe një ditë praktikisht ishte ora 9 e darkës, edhe ishim nëpër Manhattan, edhe ku do ikim, tha pritet do të çojmë këtë makinën në depozit. E thash, po pastaj tha kam 3 orë pushim dhe në ora 12 darkës po do dal prapë me një klient. Domethënë kishte 3 orë. I thash, "Okej, ta paguaj thash për këto 3 orë." I thash, "Pse tha?" "Do du më vërtallisi thash nëpër New York." "Okej tha." Ai i thash lekët unë. Tha, ku tiki? I thash, bjerë, i thash, të 5-ës, 4-ës, të 3-ës, dhe të 2-ës, dhe nga 42 e poshtë, i thash, vjen vërdall. Po, këta? Po, lash, 3, i thash, vazhdo. E, i mbylla penxherën aty, mbylla derën, hapa këtë përpara, e në i shtriva ato se ti, dhe u po aty krevati lezetshëm, ajo ka qenë experience. Me që e deshe. Jo, më pëlqen shumë. Më pëlqen. E futen në sistem. Isha duke e përfituar. E futen në sistem. E gjitha me çfarë do i bie me dorë sot. Me çfarë si kam rënë me dorë, ti bia me dorë me Olin Cezarin. Hajde. Ka gjetë më pra ne kisha të kallën aty në mes, a? Ore, nuk është aq emisioni keq ky. Jo, po flisja për kallën, e për emisionin. Po mano ja, shiko. Nga varfëria më nga puna në minjer. Po. Po ndihesh mirë apo çlirohesh nga vera nga këto? Tash unë do përfundoj me çamë, po ha. Shaj mo, ore thuaj çfarë duash, mund t'i themi ne. Nuk shiko, tani ka ftuar edhe Rudina po shan. Ari i zi, nafta. E po të merr me naftën, ha? E po në italisht s'ishte keq. Në Itali asnjë s'është keq, këtu është keq çdo gjë. Po këtu ishte. Po ç'bën që vjen çfarë do këtu? Këtu ishte, po ja, po organizoj këtë koncert. Që të vetesh me kushurinë, Olën të lutem të bileta. Ja, është gallat sepse më në fund kam filluar u bë koncerti i tretë që produksioni fillon nga Shqipëria, domethënë eksportohet një produkt nga Shqipëria në gjithë botën. Edhe kjo më pëlqen shumë. Se deri në 2019 ishte komplet e kundërta. Unë prodhoja në Itali dhe pastaj isha nëpër botë, në fund fare vinte koncerti në Tiranë. Po kjo është privilegj. So faleminderit. S'ka lidhje falenderimi. Për faleminderit, e di kur e du faleminderin unë për Porto Palermo Festivalat, ty du një faleminderit. Ora, s'ta përmendja atë. Sa ai është praktikisht. Unë nuk munda të vija se doa të vija me ai është një operacion praktikisht me humbje shpirtërore dhe ekonomike në kuptimin e pasë fjalës, sepse unë praktikisht humbas gjithë koncertet e verës. Mos e i pasurit i mos bëj kështu. Po s'ka lidhje pasuria mo. Po nuk po. Ka lidhje pasuria? Po patjetër. Si bën dot ato në New York? E disa dua ta tregoj një histori që i thash asaj në ato 3 orë bëjmë seks në New York. Se them dot. Këtu ka lidhje pasuria. Po, çfarë talente të tjera ke përveç violinës? Se violinën e dim që e qan. Tash kallok e durët s'kam. Ma lër mua atë. Jam okay. Talente, kam pasione, talente nuk mund të quhen. Kam pas një pasion që ishte fluturimi, po ishte shumë i shtrenjtë për të mbajtur si pasion dhe mbajta për ja 5-6 vjet, pastaj thash, aha. Po flet për helikopter, për Jo, aviona. Aviona, nice.
Chesnina, Piperina. Pastaj, unë besoj, unë kam një shok ngushtë që do vi dhe i ftuar në koncert, që është Enrico Giaretta, është një cantaviator quhet, ai është një, domethënë, kantautor italian, është nxënësi i Paolo Contes, domethënë Paolo Conte e konsideron si dishepullin e vet, dhe në 2003 na kapi fiksimi me mësume dhën avionit, edhe kishim një shokun ton pilot që ishte kapo piloti e me ditë 80-s. Edhe ai kishte ka fiksimi që donte më mësu piano nga ne, edhe ne i thamë, "Ok, ne do të mësoj muzikën, ty ti na mësosh pilotazhin." Ai e mësoi pianon, kurse ne na u deshën 3 vjet që të mësoshim pilotazhin. Mas 3 vjetë pse kur morëm licencën, Enrico e vazhdoi si profesion. Dhe u tërhoq nga muzika, kurse unë thash, unë kam gjithë jetën që pi violinë, unë s'merrem me pilot, sepse kushtonte shumë, do të thënë, duheshin bërë një 60 orë në vit që të mbaje patentën. Ishin shumë lekë që investoheshin për një gjë që ishte hobi. Do të thënë, atë moment kthehesh detyrimisht në punë. Po sa herë i ke dhënë? Po. Edhe vet? Po tjetër. Po si dhe vetë nuk t'japi patent. Jo thash mos të mbajnë në njëri të prerë si vogël. Sidomos hera parë. Jo, deri kur ke djathas profesorin është gjithçka në rregull. Kur thot ai tash do zbres, unë do ikësh vetëm, aty ndryshon muhabeti, se të shtrëngohesh çdo gjë. Vetëm ti dhe 2 stewardesa. Jo, pas stewardesa fare, unë dhe ajo klosha. Po, sa zgjati? Po zgjati 20 minuta. A bëre Lora kështu përshëndetje? Jo, s'ishin Lora, ishin procedura që duheshin bërë. Anyway, kjo është një nga gjëra dhe një gjë tjetër që akoma e vazhdoj që ja kam fiksim, është me u zhyt, scuba diving. E di këtë. Ata e kam fiksim sepse është gallat, sepse në çdo vend botës që shkoj që ka mundësi ta bëj këtë gjë e bëj. Po, e ke bërë ndonjë po Gradec? Jo. A do ta bësh një po Gradec? A do më premtosh të lutem ta bëjmë bashkë? Nuk besoj se do ta bëjmë po Gradec. Pse? Po se s'ka çat shofësh poshtë. Ka vetëm lullum. Ka ngel pyetje tjera aty apo? Ja, do ta mbyllim, avashava, u mërzita, Jo, po desha me ditë, kena një gjë aty që e ke merak? Apo për shembull, kur është seksi më i mirë që ke bërë nga racat, nga shtetet. Kjo është pyetje shumë e vështirë. Ato afrikane duken shumë të lezetshme. Ja. Edhe asiatike. Pak në porno unë ato i shikoj. Nga që s'duken si gruaja më është e bardhë kështu, nga Korça. Ma tash edhe dorën tjetër? Edhe ajo me kallo. Me duar të pastra, siç ka thënë një shoku im. Nëse do t'ja vi gishtin në njërë... Vija gishtin dhe jo vetëm. Kam njohur një herë në Rom, një vajzë nga Kolumbia, dhe as emrin si maj më mënd, po maj mënd që ajo ka qenë një natë fantastike. Kështu që nëse do t'i vej gishtin në një gjë... Asa do t'ja vi edhe njërë gishtin. Asa edhe unë do kësha herë do t'i vija i gisht. Këto tani do bëjmë serios. Tani do komentojmë disa foto, ne, se të bezdisa me këto muhabet. Tërë pyesin për violinë, po e kam pyetur, të gjithë e kanë marrë intervistë. Vetëm për këto, ku t'ja ka thënë atë në New York, këtu në Menderiush do ta gjeni. Menderiush gjë program. Ta të pëlqen po? Ja kanë thënë vetë, më la dalin ata e mirë ta. Pëlqen. Çe ka lezet. Më në fund më bëri një kompliment. Komplimenti i parë që më ke bërë. Jo, t'kam bërë dy, t'kam bërë dhe për dorën. Tani do t'rregoj disa foto. Edhe ti do mi komentosh. Okej. Në Instagram jote kam marrë. Oh? Ke qenë ideu? Jo, po s'është barka ime, kështu që nuk e di se... Po kush është? Ti ke hedhur? Asë, di fare. Po për barkën s'më the asgjë për atë pasionin, se edhe unë vdes për notin e për... Barkën e kam pas gjithmonë të fiksim që kalema. Se hera parë që kam dalë në det, kam qenë 15 vjeç, me një shoqen time në Rom që kishte teatrin Barkaxhi. Edhe më tha, nesër tha, do ikim tha nga Civitavecchia në Sardegna, tha, a do vish me ne? Pa tjetër që do vish dhe shumë. Dhe unë asë kisha haberin si që do ndodhte, kur shoh të gjën e vogël, nuk e qenë 8 metra, 9 metra maksimumi, me i timon druri kështu me dorë, bababom. Ka qenë ora 10 e darkës me yje. Edhe përfunduam të nesër me në mëngjes në Sardegna. Ka qenë një udhëtim më të bukur ditës time, se jo vetëm ishte i pari. Isha edhe me këtë të dashurën e epokës, unë isha atëherë 15 vjeç e gjys, kështu që ti imagjino një 15 vjeçari i gjys që i ka arritur kishte 6 muaj që kishte arritur në Itali, më në fund kishte një të dashur që i thot hajde ti tash se babi do na çoj. Kuptoti nuk ishte lidhje fare. Para njerëz se imagjinoj babi njerëz. Po pra, ne ishim mësuar që i fishkolleshim nga poshtë pinxherës dhe ndofta dilte ke Kur pinxherë. përmendej babi të dhiste ndru. Nuk ishte kështu që hajde edhe ti. Unë vija nga një sistem komplet ndryshe, kupton, ti kaloshe rrugës, duhet mos të shikoje, duhet të ecje drejt dhe pastaj ajo të shikonte, ti e shikoje dhe pastaj kërceste fishkollima, kështu ishte epoka dhe në një herë ndiste dritën që e ndigjova unë që më thirrë ti, kupton ti?
Nga ajo gjëja këtu, tash i kalum ke një histori domethënë që ti përqafohesh e puthesh mes rrugës dhe s'kisha asnjë lloj problemi. Dhe sy teatrit. Edhe në sy teatrit, pastaj edhe ishte nami fare për neve. Foto e dytë është kjo. Kjo është foto historike. Këtë e kanë bërë 2 turista që kishin ardhur nga Hollanda, bravo. Edhe unë isha poshtë në Durrës te shkolla, të luajt basketball, më mend shumë mirë momentin. Edhe më vjen Agron Xhunga që ishte drejtori në atë periudhë, edhe me gjithë mamin. Hajde, çka ka bërë këtë? Unë isha tu loca se kisha menin fare. Po hajde një sekondë, hajde. Çka ka ndodhur? Tha mami, hajde çik ta sipër në klasë se kanë ardhur ca turista dhe duan që ti bish i pjesë. Mi thash, po s'presin tot marrë lojën edhe se kem mungon 5 minuta. Po jo, lene, gjithë kalamajt e klasës aty u demoralizuan se ishte momenti kështu final i lojës. Edhe marr violinën, edhe tha mami, çka ke qef merr tash? Më thon drejtën se kam qef merr asnjë gjë tash, po ç'a ty bëj ju edhe dyve? Vetëm një gjë që qef atëherë 15 vjeç po. Edhe i shkrepa një Capriccio Paganini kështu sa me thëm Leni Rehat, do bëra një virtuozizëm. Gelen ato shkretza. Unë më zi po priça ti kisha të lodhësha. Sa modeste, ngelen se ishe shumë i mirë, ke qenë një fëmijë gjeni. Po, isha i mirë, po studioja edhe 8 orë në ditë, burr, si budalla. Foto tjetër. Kjo ka qenë një nga eksperiencat më të çuditshme të jetës time. Jeti mbi Jezusin. Romak mbi Jezusin, herën e fundit që ka ndodhur. Përfundova për një koncert në Rio. Ora, ka shumë transa atje? Kam dëgjuar. Sa dush kishte? Po kam dëgjuar një gjë me. Po, bëra edhe shumë Tajland atë. Me transa atë? Por, më erdhën ja 2 femra kështu. More. Ti the okay. Jo, unë spostova që të kaloshin, ato erdhën fillon të fut durët. Po fillon të fut durët, të heq portafolin, të heq telefonin, kuptoj? Dhe unë bab grush një anit, bab grush tjetër, dhe nga ato nga more, po. Carlo, Marco. Ma bëri beat këtë, ishte mirë fare. Pastaj bëm performancë për vit të ri aty ke sheshi. Dhe të nesërmen mjes praktikisht, domethënë me 1 janar, ishte dita e fundit, sepse sa biletën e kisha me ta 2 janar kthehesha në Rom. Thash shkoj të vizitoj statuën. Kur gjenja 7.000-8.000 veta aty në radhë. Edhe aty direkt doli Romaku, që ishe mësuar me hyn Koloseu para radhë, dhe kështu pa për 3 sekonda unë e gjeta rrugën, bap isha sipër. Romakët mbi kurrizën e Jezusit, e Edhe hypi sipër, në aty ndodhi një moment mistik, sepse ndërkohë që isha aty sipër, erdhi një re dhe e mbuloi komplet. Dhe ndërkohë që bëja foto, mund të kenë kaluar 3-4 minuta dhe është po mirë. Iku kjo re, ndërkohë që kthehem, ngelem si i çuditur sepse sipër statujës kishte dalë dielli, edhe i rrinte kështu si aureolë sipër kokës. Aty thash, ky është mesazh, ky është moment. Edhe aty më lindi kjo budalliku që o do ta bëj orash e vdikja, domethënë do hypi sipër, do të bëj një pjesë, do t'ia dedikoj një gjë kësaj gjëje. Kupton, domethënë ishte patjetër duhet bërë kjo punë. Nga aty gjej një nga ato gratë që pastronin, edhe i thash, a hyp njëri aty sipër? Tha, po, tha hypi ta. Vetëm shqiptarët. Zjarr fiksi ta një herë në vit për pastrim. U ktheva aty te personazhet që më kishin thirrë për me bë koncertin, thash duhet më njoh kur e Bashkiagun, thash të Rios. Shkum takum nesër kur e Bashkiagun, tha nuk është prona jonë, s'kam punë fare, është prona kishës. Nga aty pastaj më hyri këmbi keq, domethënë fol me njërin, fol me tjetrin, fol me njërin, fol me tjetrin dhe 3 takime shkum keq. Nuk donin ata që të performojnë. Ja, nuk donin, nuk është se nuk donin që të performojë, unë thoshë, po pse do t'japim ne ty të drejtën të bësh një gjë të tillë kur kemi ja 100 artista brazilianë super të famshëm dhe ta bëjnë ata, pse ta bësh ti. Gjithsesi, domethënë, nga numri 5, numri 4, numri 3, numri 2 i kishës, domethënë, të Brazilit tha jo. Që zën muhabet me papën atëherë? Po. Edhe aty mundes lampa, pastaj mu kujtua që papa, kur kishte bërë Francesco, kur kishte bërë udhëtimin e parë apostolik, ishte në Shqipëri. Edhe kur u bë prezantimi që papa do lëvizte për herë të parë jashtë, më thon, Italisë, jashtë Vatikanit për me bë udhëtimin në Shqipëri, më thirrën mua të performoja në atë konferencë që u bë për po. Edhe unë aty i rash një Ave Maria dhe i rash një Albinoni dhe i bëra me qajt. Dhe kur dolën, Ishave? Jo, qa nga emocionet shkretët. I shava me muzikë. Edhe kur dolën, kryeministri më la biletën e vizitës. Dhe më mend si tani ka qenë në ora 3 drekës, unë i shkruajta një email. Edhe, domethënë, unë dola nga dera, nga ky takim me një jo, kuptoni, dhe isha bërë kështu zerr fare. Po në mënyrë të tërthort ke futur papën mik. Nuk më hikesh. Edhe një di shkojt një email, edhe kështu i thash jam filani, kam këtë projekt, por kolegët tu thash nuk po marrin vesh, ai fati im ishte përpara kompjuterit, mu përgjigj direkt.
Edhe jam kthy me atë përgjigjen, ai ishte kështu kreol, ishte gjysmë i bardh, gjysmë i zi. Edhe unë kështu. Prendi se fliste italisht shumë mirë, se gjithë kishin studio ne në Rom, Vatikanistat gjithë. Edhe unë kështu prendi, i dash telefonin surrat, ai u bë komplet i bardh. Nga i zi që nga kështu Nga gjys i zi u bë komplet i bardh. Ta hanë që Arbana e ne me këtë muhabetin. Hiu gjaku fare, ngeci. Apo tash i dashun, i jepi. Shumë ndjeva unë kur më pranove ti të vije këtu. Po ajo ka qenë eksperiencë, ka qenë. Super, që ke ipur mbi Jezusin, no? Po nga aty pastaj më bë ves, fillova e bëra projekt. Po, e bëra projekt, tani më thon, po bëj të 7 mrekullirat, nga të 7-a kam xhiruar 5, më mungojnë edhe 2 të fundit. Kush ka ngelur? Cilat janë as 2? Bëra Brazilin, bëra Kinën, pastaj bëra Petrën, Jordanin, pastaj bëra Koloseun, edhe tani bëra piramidat e Chichen-Itzës, ka ngel Machu Picchu dhe edhe India, Taj Mahali, ka ngel këto të dyja po bërë. Me që vite violina prap. Kjo ka qenë gallat. Këtu isha duke shkuar në Carnegie Hall për koncert. Je në metro duke për. Një nga koncertet më të rëndësishme të jetës time, edhe në vend që të shkosha me limuzinë, thash do shkoj me subway, me metro, sepse më çonte Çfarë bën metroja. këtu? Të marrësh unazën për shembull dhe të filmoj. Jo, e kam sigurisht. Anyway, aty mora metron, edhe ndërkohë që isha në metro, zbrinën këta njerëz dhe mua erdhi pap ide, thash po ngjy violinën e kam të njëjta hap një të bëj një performancë, duke qenë shumë kallat. Po këtu pse se bën, pse mas snobove direkt? Po do t'i viral edhe këtu. O, me Drenin. Bëm një spot për Porto Palermo, se kishte koncert Dreni, shumë lezetshëm. Dreni është shumë, e kam shumë shok. Kurvari ma thon. O? Po. A se di? Jo, se di. Shkoj mirë koncerti? Shkëlqyshëm. Sa mirë. Se Dreni në pishinë zakonisht rri me gra. Po, si ishin vetëm? Jam i sigurt, ato e kanë bërë foton. Po. Dreni do bëj dhe një autobiografi. Bravo, Dreni. Është gjitha për penisin e tim. O? Kujtimet e i penisit. Unë e kam ftu ke koncerti im si ftuar e nderit, dhe jam shumë i lumtur që kam Drenin këtë vit. Am bërë 2 bilet. Po. Do vi. I ke kap me mik pa mrak. Seriozisht? Gjëja e tretë e mirë që po më jep sot. Përveç prezencës. Po kjo. Kjo ka qenë gallat fare. Kjo ka qenë një dark qeveritare që u bën në Tiranë, edhe Si shikon Rama re kështu. Është shumë krenar. më kapi budallikun mes asaj gjë sepse ishin të gjithë shumë formal dhe shumë serioz, edhe po performoja një gjë virtuoze si Charles i Monte, dhe në një momenti kur vjen ajo pjesa që është avash, unë ja futa këmbës. Më kapi budalliku. Edhe Fillova po jepë spektakle në mes të asaj. Me thënë drejtën, ndoshta të futësha në lojë kryeministrin e Shqipërisë. Edhe i thash, do marrësh ti dash shpatën e Skënderbeut. Jo, Geli më tha, jo, bëjmë qokën tha mikut. U ktheva nga Makroni dhe thash, "Okej", thash unë atëherë, thash do ta mbash ti shpatën e Napoleonit i çik ndori thash unë. Okej. Edhe të mbajtë të violinës. Ja thash në frëngjisë, e flas frëngjisën, edhe ai e kapi se ishte shumë i squt, shumë smart, ai tak. Edhe ajo, ky moment këtu e thyu komplet ambientin, do nga ai moment u çliru darka, u çliru raportet, se ishin gjithë kështu si në pinca, kupton? Do nga aty Bërat performancën ti që zakonisht dikush e mbas e ke bërë dhe më parë dhe e kam bërë, parë. është galla. Atë doja edhe unë të bënim sot, po se bëm dot. Të ta mbaja një shkopin se po vdisja. Po ti e ke dorën me kallës, tani do të shkopim. Se rinj që kos drejt pastaj shkopi, ai kanë duhet zbresi pak më herë. Me 2 sapë do ta dalojmë. E drejtë është, mund të thoja i batut për ta kthyer, po do ta lëm me batutën e Olen Cezarit. Olen, faleminderit shumë që të kisha më kënaqe. Shpresoj që të më flasësh me gojë. Edhe do shihemi në datën 9. Me 9 do vish? Edhe 10 e 11 të tjerë në 9 vi. Po ja 10. Ato 2 biletat kur i desha? Ja, Mika Lok. S'kam njeri. Ja, unë mbyll e kep. Asë njeri, Erdhe ti? të ardhë si ato manjakët avash. Po që bërëm? Ja me lëkundje, luhatje. Unë kësha Oleni nuk naqe. Me vërtet? Që më ka kënaqur ajo. Vetëm për muzikën nuk folëm për çdo gjë. E pritshme me ty. Si dole ti mirë? Sa ndajnë e mbajnë, më 2 ditë, sa ndajnë. Mirë, shpresoj mos të vënojmë herë tjetër. Po le bajnë një të rapet
Ja kam marrë Olenit. Ja hoqe parë se të te, apo Po. të kishte si të reja? Po, ja. Çorape dhe jo vetëm. Edhe kanë atjeren. Më rritë që ke gjerë, po. Oho. Mos na ndaftë më njeri. Larg qoftë. Je Gëzuar. gëzuar. Unë mbyll kjo, e mbylla gjysmën vetëm, po. Mos më lirë më vetëm. Nuk të lëm. Do më premtosh? Po. Perdim burrash. To the moon and back. Literalisht. Eh? Ha?